Thotë se në Koshare o konë edhe unifikimi u që kësë dëmonë për krejtja rajonet Kosovës, edhe për Shqipnis, Macedonis, për Shevës, për jashtë, dëmonë ka pas edhe të hujtë, si në konë në luftë Kosharës. Dëmonë gjitha treva shqiptare. Krejt që ato luftimet që shtatë janë konë intensive dhe të vazhdueshme. Po, për çdo ditë. Jeni konë edhe dëshmitarë të humbjes të shokëve t'juj. Po. Aty. Cili është nashta ndaj rast që s'kishi pas qef me Po, majtë ka raste, për shembull, sikur Safet Rexhepi, ato kemi pas shok ngushtë. Edhe në betej, ajo kanë bashkëardhur me sherifin jenë ardhur bashkë, edhe do të na ka rënë me nejtë edhe në gjatë servitjes me Safet Rexhepin. O kanë një luftetar i jashtëzakonshëm ato, me gjithë sherifin, Gjevdet Ahmetin, Shpejtin, edhe kur ka rënë dëshmor, me të vërtetë na jemi një, edhe si komandant jeta, edhe Lika nuk jemi një mirë edhe si bashkëluftetar, se na humpi një ushtar që ishte shumë i gozimshëm. Edhe u konë, ashta edhe muj me thonë edhe një mërzi për neje, më njënë nanë edhe krenaria, bëde, se u konë një djallë shumë trem, edhe djallë i riu. Po përveç asaj, kur e ke po një tafër, do të thonë, to që ka ra aty, qaj moment, qaj a konë përveç dhimbje, sa ka mujt me konë edhe frikë edhe... Po, që ta shte, ato lufta... A konë shtytje për me vazhdo? Ato konë lufta, gjdo mbraumje, kena menuna, si cili ushtar këtë menime ka posë, mbraumi u stabilizaj ke lufta, edhe gjdo mbraumi kena thonë si cili edhe sot pështonëm. Do të kjo e kena posë, unë gjdo natë këmë posë, këmë thonë edhe sot, pështuva nejse dita rej na foka rej. Se zakonisht lufta filloj këpi urës, dikon urës kautët me gjejtit, me gjesë, pak pa u zdrit filloj ke, edhe se herë që unë nëse këmë pështu se shuk tjë në vrau, u konë edhe një siti komandant Dejmit, Josef Hoxha, dhe i ka ro dëshmur atë, që më ka ro edhe me ta me nejtë, me Abbas Thauqin, e kemi posë shumë ofër.